Jetëshkrimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam plotson fen islame, sepse Islami është plotësuar me Kur'anin dhe me jetëshkrimin e Muhamedit alayhi wasallam. Dhe kur flasim për jetëshkrimin e Muhamedit alayhi wasallam si pjesë plotësuese të burimeve të Islamit, Kur'ani dhe jetëshkrimi, kemi për qëllim domethënë të gjithë të rësinë e haditheve të Muhamedit alayhi wasallam, ku përfshihen thënjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si për shembull vërtet punët janë sipas njetëve, vlerësohen tek Allahu sipas njetëve dhe njeriu arrin nga punët ato që ka pasur për qëllim, siç është veprat e Muhamedit alayhi wasallam, siç është për shembull një hadith thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kalon pranë fëmijëve dhe u jep atyre selam. Siç janë provimet e Muhamedit alayhi wasallam, ndodhi një herë që pati një mosmarrveshje shokët e pejgamberit me namazin e ikindis, se pejgamberi kishte dhënë një urdhër që të falen në viset e fisit Banu Quraidha, mi po i zë namazi i ikindis në rrugë, siç thot hadithën sahihun e Buharit, dhe disa domthonë e falën se than pejgamberi kishte për qëllim që më shpejtuar, disa të tjerë thanë jo, duhet të respektojmë domethënë atë formulën që kishte thënë Muhamedi alayhi wasallam dhe e vonuan namazin e falën jashtë kohe kur mbritën tek viset trualli i Banu Quraidhas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur mori vesh nuk qortoi asnjërin prej dy palëve, se secili ishte përpjekur të qellonte të vërtetën. Pra këtu kemi të bëjmë me një aprovim Muhamedit alayhi wasallam, përshkrimi i tipareve fizike të Muhamedit alayhi wasallam. Për shembull, një hadith thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shkëlqente fytyra, fytyra e tij ishte e ndritshme si dielli dhe rrumbullakët. Përshkrimi i moralit Muhamedit alayhi salatu wasalam, detajat e ndodhive, domethënë ndodhirat e ndryshme që kanë ndodhur gjatë jetës Muhamedit alayhi salatu wasalam, luftrat që ka zhvilluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, konventat dhe marrëveshjet që ka bërë i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sidomos ato që ka bërë me jo muslimanët. Të gjitha këto domethënë përmenden në sirën jetën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, kështu që duke parë jetën e pejgamberit me gjithë këtë domethënë me gjithë të rësinë e saj,